diskutim të parët dhe shumë larg të tjerë, të dytët janë kinezët dhe të tretët europianët. Jam munduar shumë të shtije në dorë studimin e profesor Mario Draghit, ish kryeministit italisë, ish drejtorit përgjithshëm të Bankës së Evropës, i cili la le të themi, një amanet të tij, një testament të tij në Ursula von der Leyen, për si duhet sillet Evropa në botën globale. Dhe e vetmja gjë që tha kur i dolin në media për të folur për librin e tij dhënë Bashkimit Evropian ishte: nëse Evropa paktën si fillim nuk investon 1 trilion euro në teknologji në radh parë, do ta ketë shumë të vështirë të gjejë vendin e vet në botën e ardhshme globale, në sistemin e ri që ndoshta mund të krijohet në botë. Sepse edhe sistemi që aktual po të shikon është gjithmonë në ndryshime sipër. Janë aktorët kryesorë janë ato që janë, por normal bota është e ndryshueshme. Për të rikthyer vëmendjen ndoshta edhe në rajonin tonë, si ndikon kjo klimë tensioni globale në vendet e Ballkanit perëndimor dhe pozicionimi i tyre strategjik? Po nuk është se vendet e Ballkanit perëndimor, ne gjithë pjesa tjetër do të kemi dyshime se ku do të jemi të orientuar. Ande mas shpërbërjes së përveç ndoshta Aleksandar Vučić të Serbisë. Pikërisht desha dal pak aty, por jo, kur u shpërbër Jugosllavia ishte një tragjedi e madhe. Evropa ishte pa përgatitur, krijimi ishte shumë i madh, problemet ishte shumë të mëdha. Por për këtë do të një emision i veçantë për të folur vetëm për Jugosllavinë, sepse kanë dalë në pa tani shumë studime, shumë gjëra të reja që kanë hedhur dritë me atë se vërtet se çfarë ndodh dhe pse u shpërbër Jugosllavia. Ja të ju shikoni që shumica e Ballkanit, shumica absolute, nga Slovenia deri në Greqi, Turqinë janë të gjithë integruar në NATO, të gjithë janë një pjesë në Bashkimin Evropian, një pjesë janë drejt rrugës për të integruar në Bashkimin Evropian. Vjen keq ta them, është një trekëndësh, në thonjza sherr gjinç, vjen nga sherrët e vjetra të Ballkanit që fillon në Bosnjë, Serbi, Kosovë, fatkeqësisht, që akoma nuk po e gjejnë ashtu si duhet veten e tyre. Më vjen shumë keq me të gjitha për Kosovën, e cila ndoshta problemi është tek fuqia baruti që ka mbetur ende në Serbi. Po nuk ka fuqi, po shikoni, Serbia pësoi një goditje shumë të rëndë në vitin 1999. E provoi fare mirë vetë me një forcë minimale që ushtroi NATO-ja, ose kohë se çfarë ndodhi. Ballkanit i është hequr arma nga dora, Ballkani nuk bën dot më sherrë, nuk është më fuqia barutit për Evropën, sepse është totalisht i kontrolluar, totalisht integruar në proces integrimi përkatës në strukturat euroatlantike. Kështu që nuk ka fuqi Ballkani të jetë ndonjëherë sherrri i Evropës, siç ishte duke filluar që nga shekulli 19, fillimi i shekullit 20, gjysma e dytë e shekullit 20, fundi i shekullit 20 dhe pak nga fillimi i shekullit të 21. Nuk ka fuqi Ballkani të destabilizojë asgjë. Po destabilizojmë veç veten. Askëm tjetër. Askush më tani sidomos në këto probleme shumë thelbësore që është duke ndeshur bota, lufta në Ukrainë, lufta në lindjen e mesme, problemi i Kinës, përballja ekonomike, që shpresojmë shumë mos të kthehet në përballje ushtarake. Ballkani është një faktor shumë i vogël për sa i përket ndryshimeve të mëdha globale dhe gjërave që po ndodhin. Thash, vetëm ky trekëndësh që duhet t'i japi zgjidhje shumë shpejt në radh parë duhet ta kuptojnë ato vet ku janë përpara se të mendojnë për gjëra të mëdha. Sepse koha ka treguar që Ballkani sa që ka menduar për gjëra të mëdha thjesht i ka bërë dëm vetes, është vetvrar. Në rastin konkret nuk kemi se çfarë të shtojmë më tepër. E qartë. Profesor Boriçi, ju faleminderit shumë për të gjitha përgjigjet tuaja dhe kohën që ndat me ne në këtë program. Shumë faleminderit nga ana juaj.